Specialistët për hetimin e krimit në Komisariatin e Policisë Gramsh kanë referuar materialet procedurale në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për vlerësim, lidhur me një rast alarmant të helmimit të disa fëmijëve në kopshtin nr. 1 të qytetit të Gramshit. Ngjarja, e cila është bërë ditur më 24 maj 2025, ka të bëjë me një episod të dyshuar helmimi nga salmonela, që ka prekur disa fëmijë të moshave 3 deri 6 vjeç, frekuentues të këtij kopshti. Për shkak të natyrës së rëndë të ngjarjes, specialistët e hetimit kanë nisur menjëherë veprimet e nevojshme, ndërsa prokuroria e Elbasanit është angazhuar për mbikëqyrjen e procesit hetimor. Materialet e grumbulluara deri tani përfshin kartelat klinike të 6 fëmijëve të prekur, proces verbal të kontrollit dhe furnizimit me produkte ushqimore të kopshtit, dhe monstrat e ushqimit, të cilat janë dërguar për analiza të mëtejshme në kushte laboratorike. Po ashtu janë bllokuar produktet ushqimore që ndodheshin ende në kuzhinën e kopshtit si masë parandaluese. Në spitalin e Gramshit, 6 fëmijë janë paraqitur për ndihmë mjekësore pas shfaqjes së simptomave të helmimit, përfshirë diarre, të vjella dhe temperaturë të lartë. Pas vizitës dhe analizave të para, është konfirmuar se të gjithë ata që kanë pasur helmim të dyshuar nga salmonela. Specialistët e spitalit kanë sekuestruar të gjitha dokumentet e nevojshme dhe kanë marrë masa për të ndihmuar në zbardhjen e shkaqeve të këtij incidenti, duke përfshirë analizat e ushqimit dhe të ujit të pishëm që fëmijët kanë konsumuar. Ngjarja e helmimit masiv ka ndodhur më 20 maj 2025, por institucionet shëndetësore dhe vendore kanë mbajtur të fshetë informacionin për disa ditë. Asnjë reagim nuk ka ardhur nga ana e policisë dhe shërbimeve shëndetësore deri më 23 maj, kur një familje ka denoncuar publikisht rastin. Ky denoncim, i bërë përmes rrjeteve sociale, ka shpërndarë dhe fletën e analizave të njërit prej fëmijëve, ku mjekja Dafina Jaho ka konfirmuar praninë e bakterit salmonela. Në lidhje me shkaqet e helmimit, burimet e hetimit dyshojnë se ngjarja mund të ketë ardhur si pasojë e pranisë së salmonelës në ushqimin që fëmijët konsumuan në kopsht, ose ndoshta nga uji i pishëm. Sidoqoftë, kjo mbetet për të verifikuar nga AKU, i cili ende nuk ka marrë monstrat e nevojshme për analiza, duke vënuar kështu procesin e zbardhjes së ngjarjes. Pas publikimit të lajmit, operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka bërë një reagim të parë duke sqaruar se një fëmijë ka pasur shqetësime të lehta gastrointestinale dhe është referuar për analiza më të thelluara. Po ashtu janë marrë gjithsej 76 monstra nga fëmijët dhe punojësit e kopshtit. Analizat janë ende në proces. Rezultatet përfundimtare priten të dalin më datën 25 maj 2025. Kjo ngjarje ka ngritur shqetësime të shumta për sigurinë e ushqimeve dhe standardet e higjienës në institucionet edukative, veçanërisht në ato që kujdesen për fëmijët, dhe kanë ditur kërkesa për një rishikim të menjëhershëm të procedurave dhe inspektimeve të tilla. Ngjarja e helmimit ka shkaktuar një shqetësim të madh në komunitet, dhe hetimet janë në zhvillim e sipër për të zbuluar shkaqet e plota të këtij incidenti. Autoritetet janë angazhuar për të siguruar që të gjitha veprimet të kryhen me përgjegjësi dhe për të marrë masat për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Në pritje të rezultateve të analizave dhe përfundimit të hetimeve, kjo ngjarje do të mbetet në vëmendjen e opinioneve publike dhe autoriteteve përgjegjëse.